Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka bërë një tjetër reagim ditën e sotme teksa bëhet një muaj nga shëndrimi në qelje. Veliaj thotë se ditën e nesërme do të rikthehet për të mbrojtur familjen dhe veten. Ai thekson se kërkesa për pendes ngjan me gjyqet popullore historike të viteve 60. Veliaj u shpreh se presioni që po u bëhet dëshmitarëve duke ju prekur familjen u përket xhelatëve të një regjimi. Përshëndetje miq, pas një muaji izolim nesër do të rikthehen për të mbrojtur veten, familjen, por edhe çdo shqiptar që beson se letrat anonime janë pjesa më e shëmtuar e regjimit që lan pas se s'kan vend në Shqipërinë moderne. Shpallja i dënuar pa gjyq që në nisje ndodhte në ditët më të errta të ferrit komunist, por jo në një demokraci europiane. Hetimi i biografisë personale apo vettingu i paligjshëm si ky imi për 20 vjet ndodhte vetëm në kohën e Sali Enverit, por jo sot në shekullin 21. Kërkesa për pendes ende pa akuzë ngjan me gjyqet popullore histerike në vitet 60, por jo në 2025. Persekutimi i familjes nga një noter nga babi me pesa pa merite pa ligj, ndërtues në konflikt interesi nuk mund të jetë etaloni i reformës në drejtësi. Lënia e kryeqytetit pa drejtim nga i votuari i njerëzve me një të rënd të lapsit është në mos grushteti, grusht ndaj qytetit, punëve të tij dhe votuesve të Tiranës. Shteti me WhatsApp në ditë pushimi nga militant të zellshëm të Saliut, sot hetues të Olsit të shfyerje ndaj reformës ku besuam të gjithë. Trajtimi i sipërmarrësve si kulak dhe përgjimi i njerëzve të biznesit pa fakte i përket Shqipërisë së pas luftës e jo të demokracisë. Presioni ndaj dëshmitarëve duke u kujtuar burgun, prindrit e fëmijët u përket xhelatëve të një regjimi jo demokracisë. Prezumimi i pafajësisë është detyrim për standarde europian dhe jo histeri kolektive e banaqeve, portaleve dhe kundërshtarëve që me vot i mundëm 7 herë në Tiranë e veç me dhunë mund të na heqin nga fushata. Më shumë do të them nesër në seancë. Shpresoj të jeni mirë, kush po agjeron e pas sa më të lehtë, kush më ka menduar e më ka mbajtur në lutje, Zoti ju bekoft, shkruan Veliaj.